Çlirimtarët nuk kanë pas gjë tjetër vetëm ishin krahë i djathtë, bashkëluftar të madhit, Adem Jasharit, familjes Jasharit, në marshimin e sotëm për të kërkuar drejtësi, jo atë që ka shtuar faktikisht politik, kanë gjykatë shoveniste, raciste, se derisa neve i kemi çlirimtarët prapa grilave, nuk kemi fest. Faktikisht sot nuk është ditë feste, sot është ditë marshimi, sot është ditë e kërkimit drejtave tona që na mohohen në shekuj, faktikisht. Sot çlirimtarët tonë s'kanë bë asnjë jo të keq, por kanë bërë më të mirën e mundshme, që pas një shekulli barbar, pas një Serbie fashizoide, pas krimeve të verdha që ka bën genocidiale Serbia, faktikisht çlirimtarët nuk kanë pas gjë tjetër vetëm ishin krahë i djathtë, bashkëluftar të madhit, Adem Jasharit, familjes Jasharit, që tonë gjithë së bashku ishin edhe krah, faktikisht e patën edhe aliancën Vere Atlantike NATO. Inderum, nëse mundem me ju pyet, a keni shërby gjatë kohës së luftës në radhët e ushtrisë çlirimtare dhe ç'i komentoni akuzat që i ka gjykata e Hagës për ish-krerët e UÇK-s? Akuzat faktikisht akuzat nuk vinë nga se këto është fatkeqësia është kjo gjykatë është themelu në emër të popullit, a faktikisht është kundër popullit, se derisa është kundër vlerave të luftës, vlerat e luftës janë të popullit. Është themelu, dihet se është themelu, po është anashkalu, domethënë çdo gjë. Për çka është formuar gjykata? Edhe sot për ata edhe kemi marshuar dhe kemi ardhur këtu, që të kërkohet drejtësi e jo politik.